Gjykata administrative ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj për të transmetuar live seancën gjyqësore lidhur me padin ndaj prokurorit Orzdado. Megjithse avokati Veliajt Plaren Ndreca insistoi që seanca të ishte e hapur për kamerat, mbrojtja e prokurorit Dado e kundërshtoi këtë kërkesë. Në vendimin e saj, gjykata urdhëroi që kamerat të fiken deri në një vendimmarrje të ndërmjetëme apo përfundimtare, duke i prerë rrugën tentativës për ta kthyer procesin në një spektakël televiziv. Regjistrimin dhe transmetimin e pjesëshëm të seancës gjyqësore, vetëm në pjesën e çeljes së seancës derisa të jepet ky vendim, si dhe në pjesën e seancës që sa herë gjykata do të jap vendime të ndërmjetme, jo përfundimtare apo vendime përfundimtare. Regjistrimi i kësaj pjese do të bërë në mënyrë që kamerat të fiksojnë dhe të regjistrojnë pamje vetëm në drejtim të palës paditëse dhe në drejtim të gjykatës, jo ndaj palëve të tjera ndërgjyqësa apo personave të tjerë pranishëm në seancë. Ndaj pjesëve të tjera të seancës ndalohet në mënyrë kategorike regjistrimi dhe transmetimi në gjitha format e regjistrimit. Gazetarët apo punonësit e medias mund të jenë pranishëm në sallë dhe të mbajnë shënime gjatë seancës, por nuk lejohen të kryejnë regjistrime në mjete audio ose audiovizive për pjesët e seancës për cilat është ndaluar në mënyrë kategorike regjistrimi dhe transmetimi në gjitha format e regjistrimit. Mos respektimi i këtij vendimi ngarkon në përgjegjësi dhe penalitete, sipas ligjit palët dhe personat e tjerë pranishëm në sallë gjykimit. Urdhërohet stafi i gjykatës të realizojë efektivisht zbatimin e këtij vendimi. Në këtë moment gjykata urdhëron që kamerat të fiken dhe të mos regjistrojnë asnjë pjesë nga kjo seancë ndihmë derisa siç u tha me vendim të ketë vendimmarrje të ndërmjetme jo përfundimtare apo përfundimtare. Përpara nisjes së seancës, mjediset e gjykatës administrative u përfshin nga ajo që u cilësua si një show i paprecedent. Salla e gjyqit u mbush me aktorë dhe gazetarë, shumë prej të cilëve njihen si mbështetës të afërt të kryebashkiakut. Prania e figurave publike si Robert Ndrenika dhe Gazmend Paja u pasi një përpjekje për të krijuar një presion mediatik mbi procesin. Ky teatr i shëmtuar në mjediset e drejtësisë u shoqërua me batuta që ka përcenin kornizat e një procesi serioz. Gjatë qëndrimit në sallë, aktori Robert Ndrenika është dëgjuar duke i thënë Veliajt ç'të mbetet vije bëj unë, një referencë drejt për drejt kjo për kohën që kryebashkiaku mund të kalojë në burg.